të kthemi tek një spektakël i çdo të shtune po në Top Channel. Dihet mirë që Big Brother, ky reality show, kthehet në një të shtunë në një mbrëmje të madhe festive, në një mbrëmje të madhe familjare. Tani të kuptojmë. Nuk është se ata që marrin pjesë aty duhet të kenë një talent të jashtëzakonshëm. Secili në kohë, në muajt që ecën dhe zhvillohet loja, shfaq veti dhe cilësi të veçanta të karakterit dhe dikush skualifikohet nesër, dikush javës tjetër, dhe njerëzit tonë, o pse u hoqën atë, pse bën, para në farë mënyrë tregon se ky spektakël ndiqet. Po kaq shumë ndiqet në një Big Brother tjetër, ai që bëhet në Portokalli. E drejtuar me elegancë dhe mjeshtri nga partnerja, kolegja ime, Arbana Kotolloshi. Të Big Brother, mirë se keni ardhur, mirë mbrëma nga unë Arbana Markuci, më falni, Alessia Osmani, e dim, ka kaluar një javë gjatë, prandaj, unë përfitoj nga rasti të ftoj me njerë një vajzë shumë të sinqert, e bukur, me karakter të fort, e ftoj me njerë në sken, ajo është Bertina! Mund të akomodohesh, Bertina? Mirë mbrëma Arbana, mirë mbrëma të tërëve. Bertina, mbaje mirë mikrofonin, atëherë përfitoj nga rasti të bëj pyetjen e parë në lidhje me deklaratën e famshme të Erionit, i cili ka thënë nëse do të rikthesha edhe një herë në Big Brother, do të shoqërohesha vetëm me Adën. Atëherë, unë si Bertinë, mbaje mirë mikrofonin, Bertina. Bertina ka punuar në shumë kanale dhe e një shumë mirë se që është montazhi. Erioni vetëm po ta mendoj një gjë të tillë, unë betohem që ja çaj gojën. Bertina njerë shumë mirë montazhin, por nuk nje mikrofonin. Regjia të lutem mbyllja mikrofonin, se nuk di ta përdor. Atëherë, unë përfitoj nga rasti të ftoj të eliminuarin e radhës, ai që doli me njëherë nga shtëpia dhe hoqi dorë nga çmimi i madh prej 100 milion lek të vjetra, ai është publicitet. Vëllai i madh i pëlqen të na surprizoj, vëllai të madh. Ai është Eduardi! You are so sexy, you know. Faleminderit Eduard. Si të duk që ndrimi brenda në shtëpi gjatë apo i shkurtër? Edhe i gjatë edhe i shkurtër, po është duk si një mirage, you know, is interesting. You are so sexy, Arbana. A nuk mendon, Eduard, se duhet të ishe më aktiv, duke u nisur dhe nga jo shpreja e shokut tënë të gusht, ku je o Edi? Ja, ku jam. Unë... Nuk mendon se duhet ishe më aktiv? Unë kam qenë aktiv, po nuk doja të bëhesh aktiv aty kur nuk ishte nevojshme dhe nuk doja të bëhesh aktiv aty ku ishte nevojshme. Unë jam shumë elegant, you know. Arbana... I am a biker man, show ime në motorat. Arbana, të lutem, nxirja Bertinës dhe një herë atë video në Erionit se doja çaj ballin. Dëgjon kolege. Regjia, vëllai të madh i pëlqen konfrontimi, i pëlqen debati, dhe prandaj unë tani do të thëras në dhomën e rëfimeve një person shumë debatues, shumë konfrontues, shumë energjik, ai është Klodi!
Arbana, më dëgjon zemra. Po, të dëgjoj. Kur ma vjen bori nga stani, kur ma vjen Fere ma bene fustani Zemra, më dëgjon zemra. Arbana, më dëgjon zemër. Se nuk të dëgjova mirë. S'më dëgjove mirë. Jo. Me i zemra, më thoj pak si e vishur sot. Unë kam veshur një bluzë komplet të hapur nga mbrapa edhe një palë streqe të ngushta. Që ke vishur ashtu si që kam qefun, mra She's spika. so sexy. Arbana, zemra, je vishur si që kam qefun. Të vdesëm për ty. Janë momente shumë emocionuse. Unë do përfitoj nga rasti t'i bëj një pyetje Eduardit dhe Klodit në lidhje me marrëdhëniet e tyre me Jetmirin. Jetmiri was like a brother to me, you know. E kam pasur shok të ngushtë shumë. Të vit torp, se ju e një maskilisat të qelë, por jeni, të ndyrë. Jeni maskarej fare, më stregon mua fare, në tregon labin, të vit torp për labin, se të mori të dashurën, e para njërë, e dyta pastaj që shkryes orja, qa na bëje karqilitin e që na gjëvishës nga mesi e si për aty, në shpi. Dire la kurishti, na bëje karqilin neve tjerve, avash njërë se kemi meshkuj, kemi... Arbana, më dëgjon zemra. Po, të dëgjoj, Klodi, të dëgjoj. Të vdes Klodi për ty e shumë e mirë. O, Arbana. Arbana, do ma nxjerrësh dhe njëherë atë videon e Erionit, se të betojmë do vete në shtëpi dhe shqiej portën dhe shqiej. Bertina, të lutem jemi në... Do shkoj vet, Arbana, dhe me ti I kam dillafe. Bertina! Ma lërë. Vëllai të madh I pëlqen të na surprizoj, të na emocionoj. Unë kisha një pyetje të fundit në lidhje me... Iku. Wow, what a beautiful ass. Bertina, not bye-bye, just by edwardvc.com. Eduard, unë kisha një pyetje të fundit për të bërë në lidhje, le të themi, me ato akuzat brenda shtëpisë që ti merrje gjëra disi pa lejen dhe dijenin të tjerëve. Në vjen keq që unë dola ka shpejt dhe nuk arrita të vërtetoja që unë nuk I ka marrë ato gjëra. You know. Papa të vit turp. Që I ke ti se pa ham që I bëk më shumë. Me gjithse, Arbana, me gjithse zemra, me gjithse unë nuk para, do me thënë shumë, në darë ka vetëm kos, që duhet mbaj që glinja, pa aerioni, disa aerioni, për kokë time. Ti nuk ka vetëm kos. Si kal është berë, si kal. Nuk ka vetëm kos, a edhe salam, po... Po ti, e para njerë, ti e maskilist I qelë, bur, e para njerë, e dyta, flisni kësho kur e një shpis, të brete se o bate. Unë jam Ti largoheni, e pra mos flisni kësho për jashta. Unë jam berber është fjallë rëndë, po unë jam parukjer. Daj ruaj njerë, pra. Unë jam parukjer, unë Arbana e lek të emision, mbaja gojën ati, sepse unë jam prez veshin, sepse jam parukjer. Eduard! Daj ruaj njerë, Eduardi. Të lutem, Klodi, për ta kaluar këtë situatë disi të pakëndshme, a mund të më bësh atë ekzibicionin që kam unë shumë qef, atë si balerin? Arbana, zemra. Po? Më dëgjon. Se vetëm ti ma gre humorin. Dëgjon, zemra, problemi është se këtu nuk ka muzik, me gjithatë unë e bëj fejt, se s'ka probleme kështu. Po, do t'ja dedikoj Edit ati maskaraj, të qelbur, maskirejste. Po? është Liuamini. Uomini non cambiano. Si di, Arbana, zemra, s'ka kështu muzik, të prandaj. Mirë, Klodi, faleminderit. Miro pashim shpirti, pa I kite dhoma. Po, Klodi, mund të shkosh? Të dashur miq, kjo ishte gjithçka që kishim përgatitur për sonte. Miru takofshim, natën e mirë.